Ta marrë që të mirë. A jena ndali ajo? A jena ndali ajo? Të këmë që mikrofonin alta, përshë? Hajde, po, që me nërë në dronë të ndjatë. Hajde. E ja, për marëm deklaratë, media. Ka dëmë thërëm telefon pak para të me hi. Apë na folë kush? Hajde më në? Arë brez, vesh që atë që ma të muzë? Kume dojnë? Visar. A u puna? Vesh në sëtën? Ukry, po të një. Arë brez? Ma vonë, Ku janë në Janë studentët që janë nisur, shoqët e shokët e astriktit e kolegët e fakultetit, e duhet të presim atë në bashkënditën, se në ora 11 ka fillu të bëjmë fakultet mjekësisë, e kur në bashkënditën edhe ata fillon madhë. që da thonë dhe më thonë e kemë këri. A i mëve që store? A i mëve që store? Për para po bëj. Vesh. Što këshu s'ko bëj. Që bëmë? Apo na folni ne kusht pakën pati mu marshe. Jo se 3 fjale, besoj që është i nevojshme gati, tak? Po. Po shumë sa kemi mundësi tash, se kur filloni marshin është pak ma problem. Këtu ju ndjej, Sa të ti ki drejtë dhe fjallin tonë me thonë? Kam drejtë, por që kam drejtë në shumë mërësi. Se në posë mërësi, nuk e bërë që këtë. Unesa. Jo.
Apo fillon as? Ku e le tripodin? E kum quaj, e mek. E kum quaj të duash. Kameron janë qëto në fillim proteste ka të një me të mes me turmën. Jo, këtë unë esam krejt në grandit. Ministria e diasporës. Drejtësi! 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 Para stritin! Drejtësi! 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 Para stritin! Drejtësi! Urnia Maastrichti! Urnia Maastrichti! Urnia Maastrichti! Urnia Maastrichti! Urnia Maastrichti! Urnia Maastrichti!
dy herë s'paku para se ta japin atë raport për shkak të përgjegjësisë së qeverisë që rezultati të del në fund të projektit. Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Drejtësi nuk ka qetësi! Pa drejtësi nuk ka qetësi! Pa drejtësi nuk ka qetësi! Porceveria! 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 Unia Maastrichti!
Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Padrejci nuk ka qetësi! Padrejci nuk ka qetësi! Padrejci nuk ka qetësi! Padrejci nuk ka qetësi! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Unia Maastrichti! Padrejci nuk ka qetësi! Padrejci nuk ka qetësi! Lirojna rrugën që të le të kalojnë. Padrejci nuk ka qetësi! Po, mos, Sheqera bosh. jenë mërë live. Sheqera bosh, jo. Hala, më kallon, a? Qytetarë të nderuar, faleminderit që keni bashkangjitur kësaj proteste. Kjo protestë është organizuar nga bashkë qytetarë të Astritit, nga bashkë moshatarë, nga student edhe tri që kanë qenë edhe ma tri se ai. Me këte po dojmë me tërheq vërejtjen institucioneve të drejtësisë që t'i marrin përgjegjësitë sipas detyrave tyne. Ka një ngjarje të mërshme që një javë kërkush nuk ka marrë përgjegjësi. Në një ndërmarrje thjesht për një gabim, njerëzit suspendohen, investigohet, masi të kryet investigimi, vendoset a vazhdojnë punën apo dalin. Këtu është humbë një jetë njeriu, s'ka rëndësi si e kush ka qenë. Një jetë e pafajshme është marrë në një institucion ku është nën duart e shtetit dhe është dashur me qenë më i sigurt. Nga aty ka dalë i vdekur, ai mundet me qenë njeri prej djemve tonë, prej vlezërve tonë, prej motrave tona, prej bijave tona. Është e pafalshme që në shtetin tonë që i kemi ndërtu me kaq mund, e kemi vujt kaq shumë,
kemi pritë për cilë kufoma prej ushtrise, prej burgjeve. Sot në Kosovën demokratike me në ndodhë kjo është e pa falshme. Asnjeri nga ju, pa marrë parasysh bindjet politike që i keni, nuk ban me u pajtu me këtë padrejtësi. Prandaj nasit sot kemi dalë gjithë këtu, pa marrë parasysh bindjeve tona nëse kemi apo jo politike çfarë do që janë, me kërku drejtësi për astritin dhe për gjithë astritet e tjerë. Drejtësi! I kemi artikulu kërkesat tona shumë qartë, se njerëzit kanë pyet çka dojmë për kësaj proteste. Dojmë ma në fund Ministria e Drejtësisë, Ministria me marë përgjegjësitë që i takon sipas detyrës, ose le ta liran detyrën nëse nuk është e zonja me e kry. Zinxhiri hierarkisë në institucione është shumë i qartë. Komandanti i policisë, drejtori i burgut, gardianët që kanë qenë detyrë, gjithë stafi që ka qenë detyrë a ditë, duhet mu investigu, duhet me dhënë përgjegjësitë e veta. Ne nuk po paragjykojmë, po dojmë vërtet me besu që një sistemi pa anshëm i drejtësisë mundet me hetu dhe me vërtetu faji i kujt ka qenë që ka ndodhur ajo ngjarje të mërshme a ditë. Njëkohësisht duke pa që këto struktura që ende po janë aty të përzime nuk mujnë me kry një hetim të pavarur, të pa anshëm. Kërkojmë urgjentisht që të sigurohet një hetim i pavarur në mënyrë që të gjithë qytetarët ta kuptojmë të vërtetën, edhe të gjithë ata që janë në një mënyrë apo tjetër të përfshirë të merren në përgjegjësi edhe të vihet drejtësia në vend. Kjo është shumë e rëndësishme për vendin tonë, jo vetëm për drejtësinë, për astritin dhe për familjen e tij, për dhimbjen që i ka shkaktuar gjithëve, po për të ardhmen e vendit tonë. Përgjegjësia e secilit që ka qenë i përfshirë duhet mu identifiku, po kjo nuk mund të bëhet me njerëzit të cilët janë aktualisht duke u heq hetimet, sepse kemi pa që kanë tregu jo një veprim të paanshëm, ma shumë kanë shkaktuar konfuzion. Prandaj kërkojmë urgjent një hetim të pavarur. Padrejtësi nuk ka qetësi! 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 Unë jam astriti! 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 Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, jemi mbledhur sot në këtë shesh të thirrur nga qytetarët e Republikës së Kosovës për të kërkuar drejtësi. Ka 9 ditë që vendi ynë ka humbur një djalë të ri, një aktivist, një student, një qytetar. Ne kemi humbur një astrit. Astrit Dehari ishte i paraburgosur si i dyshuar për terrorizëm, një gjë që nuk u dëshmua kur. Ai asnjëherë nuk u mor në pyetje për rastin që u akuzua. E kjo patjetër që dëshmon që u mbajt padrejtësisht 68 ditë paraburgim në institucionet e vendit. Vdekja e astritit u bë në rrethana misterioze dhe të dyshimta, për të cilat tashmë janë bërë 9 ditë që askush nuk dha përgjegjësi. Për më shumë, ata tentuan të mjegullojnë rastin me deklarata pa baza, por ne këmbgulim deri në zbardhjen e këtij rasti. Neglizhenca ndaj astritit i bie të jetë edhe neglizhencë ndaj çdo qytetari. Neglizhenca që i bëhet qytetarit rrit rezistencën deri në drejtësi.
Për te dhimbjes kolektive, solidarizohemi me familjen Dehari, që me breza kam kontribuar për lirin dhe mirëqenjen në Kosovës. Andaj, përfundimisht dhe fuqishëm, kërkesa jonë është hetim i pavarur ndërkombëtar dhe drejtësi për Astritin. Liri për qytetarët, burë për qeveritarët, liri për qytetarët, burë për qeveritarët, liri për qytetarët, burë për qeveritarët, liri për qytetarët, burë për qeveritarët. Unë jam avokati Tom Gafshi, jam avokat dhe përfaqësuesi i familjes Dehari. Unë sigurisht që nuk do ta luaj rolin e disa mediumeve që kanë paraqitur prova, ende pa ardhur rezultatet përfundimtare. Besoj që i keni pa pjesërisht ato në media të caktuara, vetëm mund t'ju njoftoj një gjë. Po supozojmë që ato janë të montuara apo po themi që janë edhe të vërteta. Ju e keni pa që Astritin kur e bartin prej dhomës së tij, ku ka qëndruar në burg, e bartin të burgosurit dhe jo gardian dhe jo ato motra medicinale apo mjeke apo kushdo që ka qenë. E keni pa, po posaçërisht unë e kam pa gjatë obduksionit, që kam qëndru më tepër se 2 orë gjysmë se Astriti në fytyrën e tij nuk ka pas asnjë pikë gjak dhe nuk ka pas asnjë njoll të gjakut. Ndërsa ne kemi parë në fotodokumentacion së paku një peshqir të madhësisë mesatare i mbuluar krejtësisht me gjak dhe një sapun të madhësisë mesatare ashtu krejtësisht i përgjakur. Për vetë gjak që ka pas në gjitha pjesë të dhomës ku ka qëndru Astriti, dhe kjo për të mos prejudikuar, besoj se edhe ky fakt është shumë i rëndësishëm që Instituti Mjekësisë Ligjore, por edhe frenzi që merren me hetimin prove japin rezultatin përfundimtar vetëm duke thënë unë po ashtu po ju njoftoj vetëm një sen. Sot është dita e 9 prej vdekjes së Astritit dhe deri me tani nuk kemi rezultat as preliminar, as përfundimtar, përveç njoftimit zyrtar që ka qenë në ditën e obduksionit të hanën e kaluar sot një javë se Astriti ka vdek nga asfiksia, respektivisht nga ndalimi i frymarrjes në mënyrë të dhunshme me mjete të forta. Spjegimet të tjera qëllimisht nuk du t'ju jap për shkak se kjo është punë e prokurorit i cili do duhet të ishte i pavarur, ndërsa fal këtij prokurori, ne deri më tani nuk kemi hetime përfundimtare, mirë po deklarata e kryepolicit të Prizrenit, drejtorit të policisë regionale, zotit Nexhmi Krasniqi, nuk ka qenë e rastishme se kinse Astriti ka vdekur nga përdorimi i barnave apo ilaçeve, ka rënë kom dhe pastaj ka vdekur në rrugë në Prizren. Unë besoj se këtë ai nuk e ka thonë pa një qëllim, mirë po qëllimet e tij nuk i ka shpjeguar. Sigurisht që është tepër shokuese e dhëmshme dhe trishtuese se mos ndoshta në këtë mënyrë është dashur të vdes Astriti, sepse dikush e ka paramenduar kështu. Sido që tjetë, ai deri me tani nuk e ka demantuar vetveten dhe policia e Kosovës ende e ka këtë deklaratën e vetme zyrtare. Gjithçka tjetër që do të thoja do të ishte spekulim dhe unë besoj se rezultatet do ta thonë vërtetën nëse shteti apo pushteti do të jetë i vërtet në mbrojtjen e jetëve edhe të atyre që i dërgon pas një provë në burg. Është tepër tragjike që Astriti pas një provë kredibile është burgosur, është mbajtur në paraburgim më tepër se 68 ditë dhe ai ka hyrë në qendrën e paraburgimit në Prizren i prangosur si kinse terrorist dhe ka dalë i vdekur. Kjo është tepër tragjike dhe çdo koment tjetër është i panevojshëm, ndërsa posaçërisht duhet kemi vëmendjen tek puna jo e mirë, katastrofale e ministres së drejtësisë,
e cili ka deklaruar ditën kur ka ndodhur vdekja e Astritit se do ndërmarrin çdo masë ligjore për të ardhur e vërteta, ndërsa ajo si menaxhuese e burgjeve të Kosovës as që i ka largu gardian, ata gardian që ka qenë prezent në ditën kur ka vdekë Astriti janë edhe sot në punë, asnjëri prej tyre nuk është largu dhe nuk janë izoluar apo nuk janë transferuar në burgje të tjera, edhe të burgosurit të tjerë, posaçërisht ata që kanë qenë në dhomë me Astritin. Do thotë gjithçka është ende në duart e tyre, do të rregullohen deklaratat që të kenë një kuptim dhe gjithçka mund të ketë kuptim për vdekjen e Astritit definitivisht nuk ka kurfar kuptimi përveç që shteti është përgjegjës për vdekjen e tij dhe shteti thjesht nuk e ka ruajtur. Gjithçka tjetër mund të jetë tepër e rëndë. Arsyet sigurisht që mund t'i di Ministria e Drejtësisë pse nuk i ka largu këta gardian deri në ditën e 9 që është sot dhe pse nuk i kanë izolu t'i dërgojnë burgosurit e tjerë në burgje të tjera në Kosovë, sepse edhe nepër dhe bashkia ndërkombëtare na ka ndërtu burgje mjaftueshëm, më tepër se që kemi nevojë dhe nuk na kanë ndërtu institucione të tjera duke filluar prej shkollave dhe të tjera. Faleminderit. Ne po e shfrytëzojmë një të drejtë të garantuar me kushtetut për me ngrit zonin ton për çkado që nuk pajtohemi. Sot po protestojmë dhe po kërkojmë drejtësi. Pa marrë parasysh betejat politike mes subjekteve politike në Kosovë, ne si qytetar po kërkojmë drejtësi për bashkë qytetarin ton. Po kërkojmë drejtësi sepse drejtësia është gur themeli i demokracisë. Të gjithë miqt ndërkombëtar, bashkia ndërkombëtare, organizatat, ambasadat, vazhdimisht për çdo ditë kërkojnë drejtësi. Për çdo ditë na thonë që nesër meritojmë me qenë pjesë e familjes evropiane, e vizave për shkak se sistemi i drejtësisë tonë nuk po funksionon. E po ja ku është rasti që dhe ata t'i bëjnë presion institucioneve tona. Ku ka rast më të mirë se ky me tregu që nëse kemi vullnet, drejtësia mundet me u vendos në vend. Prej sot si qytetar po kërkojmë, nuk kemi me undal duke i shfrytzu krejt mënyrat tona që mundemi dhe që i kemi të garantuar me kushtetut, edhe peticionet me nënshkrime për dorëheqjen e ministrës nëse nuk e kryen detyrën dhe kërkojmë që me njerë të gjithë ata që kanë qenë në zinxhirin hierarkik, adit të kopshme të merren me njerë në përgjegjësi. Ne nuk jemi as prokuror, as gjykatës. Ne nuk po dojmë me prejudiku pa fajsin apo fajsin e tyre. Ne po dojmë thjesht me zbatu procedurat e ligjit, të cilat i din edhe Ministria e Drejtësisë, edhe drejtori i burgut, edhe policia dhe të gjithë. Nëse vërtet për çdo ditë na përmendin që janë të përkushtuar për drejtësi, ja ku është rasti, ne do të shohim dhe të përcjellim a është duke vënë drejtësia në vend. Qytetarë mos u frigoni, mi u bashkangjit protesta shoqërinë tonë. Jemi bërë shumë të u friksu dhe të partizu. Astriti ka qenë aktivist politik, ka qëllu tjeti vetëvendosjes, ka mund tjeti një subjekti tjetër. Ne si qytetare kemi obligim të angazhomi për secilin qytetar të Kosovës, ashtu që kanë obligim institucionet tona. Ato nuk mund të përdorin ligjin si nan për dikend e si njerë për dikon tjetër. Drejtësi. Drejtësi! Drejtësi! Për Astritin! Drejtësi! Drejtësi! Për Astritin! Drejtësi! 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 Për Astritin! Drejtësi! Drejtësi! Për Astritin! Drejtësi! Drejtësi! Për Astritin! Ju lusë që me një minut heshtje. Me një minut heshtje t'i bëjmë ndirimet edhe njëherë Astritit dhe të përpiqemi të gjithë për çdo ditë ta ngrisim zonin që mos të ketë Astrit të tjerë në këtë mënyrë në Kosovë. Ju faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen. Lavdi. Pa drejtësi nuk ka qetësi! Pa drejtësi nuk ka qetësi! Pa drejtësi nuk ka qetësi! Pa drejtësi nuk ka qetësi!
Apo ja, po